Miqtë e emisionit për tetra ditës, në një kohë që shumë zanate të vjetra janë drejt zhdukjes, në Librasht është një zotëri i cili ka plot 74 vite mbi supet e vet që ushtron zanatin e kovaçit. Çfarë viti e ke filluar kovaçanën? Që në vitin 68. Që në 68 me çekiç. 68 po, që kam kap çekiçin me dorë. Kush ka qenë vegla e parë që ti ke punuar? Vegla e parë ka qenë Spava. Çfarë moshe ke qenë atëherë? 18 vjeç, 19 vjeç. Po pas punu në Sharr, po punim drurin Stravaj në Steblev. Ja ne masaj si kalova në Stravaj, në Holt, Radigos, Brek Plep. Më vonë me kalimin e kohës, kom punu me rruga Urn, Letat e Elbasanit, fabrike Çimentos. Më vonë kom kalu në Gjinar. Më vonë masaj u ktheva këtu në Librasht që jam sot. Si të njohin këtu në Librasht? Tashi fjalori është i shumë llojshëm. Unë deri tash jam i respektuar nga klientët, nga njerëzit, nga shoqëria, nga miqësia, nga gjithë rrjeti shoqëror i Librashtit. Unë si person jam i respektuar, i kënaqur. Fjala kovaç. Pa. Çfarë do të thotë? Fraktar, hekur punus. Fraktar? Quhet, përpara ka qenë fraktar, më vonë me kalimin e kohës. Nga fraktar e kthyen kovaç. Domethënë mekanika në fillim qushit fraktar. Fraktar, po fraktar. Me kalimin e kohës u vuajemi kovaç. Që u hapën në marrë shtetërore gjitha me radhë, edhe më vonë mësënej kalova në profesion tjera profesione. Si është një ditë pune për ty këto? Sot jam pensionist. Unë e ndi vetën të lumtur shumë se shoqëri i madh i Zotit më ka dhënë fuqinë takati. Tash fuqinë e pashëm se kam, po gjenë se shokët e mi janë rrinë me heqet me shkopi. Unë sot sa ka mos i punoj nga pak. E kam pasion. Respektoj shokët, dashamirët, mëna mosi që i kam. Dhe jam i kënaqur, i mirëpritur me shokët. Çfarë moshe ke pas filluar? Unë kam qenë në fshatin Lunik, kam punu me babën atje më pas. Unë kam marrë në vitin 1978, më thash kështu. Po ty më hekur, atë ka krijuar ndonjë problem për shëndetin? Jo, sepse unë do të them diçka këtu, më fale. Njëri, edhe buku e ha, nërse me vështirë, dhe mica, kjo kështu, diçka dhe e kapje, dhe unë se kam, unë ka pas raste, tash jo se jashu raste, për kam pas dorë, kam shku, kam hangë bukë spagjeti, jo. Në duart si ke pas me qymë? Po momenti, kam qenë shumë punë, i lodhë, kam shqytur me i leca, me pesë, kam marrë po Sa lloj punimesh hekur i bën këtu ti për shembull? Po thashë edhe unë i bëj nga gjithë llojet, si mos kërkesës. Për shembull. Spata, kalla, hanxhar, thika. Kalla kush është? Tjetra, jo hanxhari. Ky është hanxhar, kjo është? Jo, kjo është kalla. Kjo është kalla. Kjo është hanxhari. Ajo spata. Kjo është spata. Po. Spat. Kallë që është kjo, ky është hanxhari. Po. Tjetër ç'a bëjmë? Ore, po shumë gjëra të tjera, shumë gjëra, kazma, dyqela, bela. Dyqel kujt i thon? Dyqela që se më bëna me qërë. Ai që çopon atë plisin e punoj, njerëzit përpara punoj me bel. Po? Ti se ma me çunirin, nuk e di ti, po si kam punu dhe vetë. Edhe punojsh me bel. Po? Biles argati, lagja me lagjen, sot këtë ti nesë unë 5-6-7 veta. Unë punë tokën tate, pas nesë këtë unë, këtë jeti me radhë. Argati kjuish. Po. Ma si punojsh me bel, ishim dyqela. Dyqeli si punë e beli, po është me të rejkë kështu. Ashme si punë kazme? Si punë, ka po me 2 kellavesha, nuk kam për momentin këtu. Ma si e qëpojmë. E iqë ma të vjetë e baj gram të theme fijet e bari shumë, e pastrojmë. Edhe e mjellim, misër, vrum, perime, gjitha. Kush është porosia më e veçantë që të ka ardhur te kjo kovaçan? Për vegle ke llafin? Po. Spata, sjepari. Ky sjepari? Po, ai vogël, ky më i madh. Më i vogël, më i madh. Po, si mas kërkesës. Si mas kërkesës. Po një porosi e veçantë. Për kohën e sotshme, për kohën e kaluar.
Si atëherë dhe tani? Jo, kanë ndryshuar gjërat. Koha e kaluar është tjera procedura, sot është tjetër. Po. Tashi përpara ka pas i thëshim ne se për zgjas mohabeti. Po, s'ka problem. Përpara i thoshim ne kamje, saç, Po, i mishi për të gates. Bën të tavën e mishit ai, po. i fuse prush poshtë, vite kamjet, tavën, mishi marrna. Kamja ishe, kush ishte kamja? Qa quhet? Qa sot, si quhet sot? Kamja ata që majtë psin lart, e majnë një vllam lart kështu. Saçi. Po sot çfarë kërkohet sot? Sot njerëzia ka ndryshuar shumë. Unë nuk mund të shaj njëri, se bëj gabim, po unë flas për idetë e mia, kohën e kaluar i kam qenë vet. Po? Më ka pëlqyer sepse trajtimi i ushqimit që gatuishin vetëm me dorën tonë ishte më e mirë. Sot njerëzit e gatojnë me qefe. E bëjnë jellën mi të nxjerrë kështu, të nxjerrë presoni çfarë të jetë, e bëjnë për exemplu ke mishi me patate, me fasule ose gjë. Po? Ai nuk është ushqim i mirë, ai është si po më fal për presë, po Po? gjë e pa vlerë, pa i ndër, kurse po bëj këtë tamë me gjithë themun, po desh unë jam ai burr më të shumë, çoj i di te shtëpia babas aty, të bëj tamë mishi miku ty, e ta marrësh histori gjithë Shqipëria. Unë vetë që Sot për shembull çfarë vinë kërkojnë njerëzit kryesisht ke Kovaçana juaj? riparime veglash. Riparime. Te kam riparuar unë, ja duket. Ky është bel. Ky është konsumur, ka qenë kaq i gjatë. Po? Gjatë punë që kam më bujku, Po? është konsumuar nga dheu. E madh që do të thotë E madh, i vetë çop heki tjetër. që ky zgjatet për të punuar më thellë? Arri si ka qenë. Po. Bëj punimin tim artizanat që i kam vetë, është në gjendje punë. Të futemi pak ke sekreti juaj se çdo zanaçi e ka i sekret apo ja? Po. Pse thon i dha ujë të butë, i dha ujë të fortë? Temperimi kemi 4-5 lloje temperimesh. Pa, ta them, ta shpjegoj. Po. Temperimi i parë që flasin gjithë kovaçët ose frektarët, i thon ujë mesatar, ujë ngjyrë blu. Bluja ç'është? Është 50% qelik, 50% hekur. Po ku e gjejmë këto ujë blune? Ja më këtu vetë veles. Po. Ka shumë lloj metale që, sidomos sot që është metalurgjia më parë në kohën e vet, ka qenë tjetër metal, sot ne vujmë shumë sepse veçanot. Kjo është spa. Po? Flas për sot. Po. Spa. Ai ma bie unë prap. E një jap temperimi që do. Çfarë do thashi? Kjo spa që është bota tash këto kohë të fundit, ka përqindje përzierje, ka giz zez, giz bardh. Hekur lloj material. I përzi shkrim fabrik. Çfarë do thashi këtu unë? Po? Unë futem mosiklet me klientin që e ka. Ai ti putet një copë. Pa? Thot i ka dhënë ujë të fortë Kovaçit. Të lumt. Çfarë unë ku e shoh miku, nëse ke vorë ka sa gripale të zeza. Ai është gizë zeza. Ai bën punën gjithë. Pse ndodh kjo? Për arsye sepse metalurgjia e bën llum, ka baje fut mëna. Në kohën e vet ka qenë materiali i pastër, e bën hipje ujë si më qeshë. Ishte hekur i hekur? Hekur çelik. Çeliku ishte i pastër, pa përzierje, ishte vetë saktë. Tash i dhe japi ujë me shumë kujdes. Se Më thej kemi 3 lloje, po sa lloj uji? Kjo kemi 5, do të them, ujë. Që ka tamam si 5 pyetje të gazetarëve. 50% është ujë blu mesatar. Po. Dalim 70%, 40%. 70% është ujë manushaj yll lap skopjetiv nëse e moment. Po? Është, domthon, 3 çereka, më pak sa them 3 çerek është i fortë. Kurse një çerek tjetër është i butë ka përqindje hekri. E ne do ujë të kuq, lap skopjetiv, u bën 2. Tashi, kemi ujë të bardhë, fare themi ujë të bardhë. Çfarë ujë të bardhë? Unë e nxej të spatën. Po? E skuq. Po? Se e shoh me çekiç. Po, hekër. E ne fut ujë. Klum, fare sa. Nuk majti, i them atë personal, hajde këtu. Kjo nuk bën. Është ka material dom hekur. Hekri është brum si punë e plumit. Nuk man. Po, 3, u bën 3. Ashtu. Po, do të them edhe këtë. Po, 4. Ashtu. Kemi temperim me anë të ajrit. Temperim me anë të ajrit? E bëj për shembull balesën unë, siç është balesa. Balesa. Po? E bëj veglën, edhe nuk e fus në ujë fare, po e lën tokë. Ftohet vetë vetiu. Kjo është temperimi në ajër. Me ajër, temperimi me ajër quhet. U bën 4. Po? Edhe një kam. Po. Tashi, temperim që kemi susat e makinave. Që janë të rapide e gjana kështu. Po? I nxejmë edhe i fusim në vaj, pa ujë. Ftohen në vaj. Ftofen vaj.
Vaj, ftofet, e pastaj ja jep klienti që e ka. Po kush është temperimi më i mirë dhe më i fortë? Ekzistus apo Flas ekzistues si sot që ti e bën, për shembull që e thua ky është i fortë dhe nuk temperimi i mirë është ngjyrë manoshaq. Laptopi është 3% janë kështu, 1% është hekur. Është më ka karbon më shumë, ka hekur më pak. Ai është më i mirë. Edhe bluja është e mirë, ndikon te bluja, po më i mirë është sepse në drut fota që kemi në për shembull që për siç për punë e grimit matën ku ka qenë, unë. Ajo që them unë, rezon nyje, druthat, ku i bin druthat. Ka nyje, i bin ma asaj spadës. Ajo që thashë gjyrë laptopit ka 3 me 1, ajo reziston. Kurse bluja ka rastin i druje fort edhe mund të shtepnohet pak. Ka rast të rradha në vëllina. Ky është hanxhari. Për të prerë mishin apo jo? Po ky çalloje temperimi japim, blu apo të kuq? Tash, jo si japim, do të rregojmë. Thash edhe një herë. Metalurgji bëhet derdhja e hekut të përgjithshme. Po. Unë të marr një balesur, nga 69 si mamen ata peshet? Po. Është çeliku më i mirë. Ja, për shembull. Po. Është e vjetër duket ty mu, po ka çeliku më të mirë, se sa. Po. Me këtë bëhet hanxhari. Po. Çfarë do thashë? Në rast se unë e shoh vet, në rast se balesa, hanxhari që punon, është i butë, e njeh këtë dora, këtë çikiçi, tërkon vetë, bëhet gjeshja më shpejt. Po. Kurse kjo është e fortë, mezi bëhet gjeshja e çikiçit. Pra, unë t'i jap ujin manoshaq, t'i jap ujin blu. Ka raste po ta lënë pa ujë fare, po ti balesa e sert. Unë tu i dhën ujë, ka pas raste këtu, më ka bova këtu këtu. Tu i lën. Kjo do presi kock, do jetë e fortë kjo. Po, ç'a uji do jepshim saj? Kjo do marr ujin mesatar. Mesatar ja. Blu, mesatar. Po mirë, pse e quajm blu, tani që ta ngatrojmë. Gjë blu si them. Po, e kuptova, po ta ngatrojmë pak edhe çik të futemi edhe çik ke politika se blu dhe kuq, kush është më i fortë? Më i fortë është e pret, laps kopjetivi. Kopjetivi, gria. 3 me 1. Po. 3 me 1. Do që të tërheq më shumë ke ky zanat dhe çfarë ndjesie ke më vëlla që vjen këtu? Unë të gjithë llojet e vetë që kam populli, njerëzia, unë jam pronto. Nuk më bë përshtypje. Po ajo vegël që ti e bën me shumë pasion edhe me shumë dëshirë, kush është që e punon? Që punon me shumë pasion. Po. Që e ke me pasion dhe me qef, ama që e bën. Për mua janë të gjitha me pasion. Unë nuk kam di, unë ku e bëj ta, e kisha të punu, jo ku e kam si pa një tjetër. Ja, e kam gjash, po. Po, se do ta kalis, si quhet ta shtypim bashk. Ku e ke atë çekanin? Po, që do përdorun. Po di bishletë më. Po pse jo fort? Jo, s'ma bë me dëm. Jo, me letë do t'i bi. Me letë, apo, e vetëm shenjën. Vetëm shenjën. Shenjën pak më smeje. Si për shembull? Tu pak. Këtu. Ne do të pshoj pak. Po, kështu pam. Do t'i japsh atë tingullin që ta dëgjojnë, ha? Po sa do më paguash për këto që gjuj tani da mu? Sa të dush tire? Sa ke problem këtë pjesë? Sa të dush tire? Për mua është kënaqësi që ti e ka çikiçi me dorë punon. Është kënaqësi e madhe shumë. Bravo që e ka. Po vetë si Kovaç, a ke një logo, një stem që i vë vegave që punon? Kam, po nuk e kanë, kam pas. Ke pas? Kam pas, kam stem, vull. Vulli thonë jo? Vulli thonë. Ke dhe ti vull që zyrtaret? Po, vulli, po mos e një pas. Po jo, s'ka problem. Po dhe Kovaçi ka vull? Po. Si kryetari i bashkisë? Me pa i vegël timen. Ha? Me pa dikujt tjetër, unë e njoh dorën time. Po, se ke me stemën, me vull? Po. Plus stemës, unë njoh dhe dorën që e punoj vetë. Unë me ta dhënë këtë si e parti. Pra, vulla jote ka shumë vlerë se vull e kryetarit bashkisë dhe kryeministrit. Edhe me vull, edhe pa vull në dorë të emre njoh. Po, vulla jote bëhet në hekur, këta se vën hekur do të vullën. Unë po. Kovaçi po? Po. Kryeministri se vetë do të vullën në hekur. As kryetari i bashkisë. Nuk e di ku kam. E po pas ka unë vulla.
Jo, s'ka ka humbur vula, pas ka humbur kjo. A mund të themi që Kovaci që i ka humbur vula? Ti e vjetë mu që i qizon atje. S'ka problem. Po. Ja, e gjete vullën tate. Kjo këtu për shembull? Po. E ke i bie aty edhe ve vullën. Me këtë. Po kjo çfarë lule është? Çfarë do të thotë? Unë kam bërë një kryq. Ne i kemi qenë brezi i kam qenë unë. Po? 10 vjeç, 8 vjeç. Po? Më thoshte baba, me pasëm ka vdek baba, më shikon të kështu, e ku e kështë që ki që shtem, më bërtiste, më fliste, bile se në ka qëlluar. Shpull. A mu sot, se bona mi kja kujtova, sot me di për falem dhe, ja pu, duan, pa përsa është i vdekur. Ku e bëjë, kej, bështynë dhe me në, më silë, që nuk punon dhe? A mu së dhe di për falem dhe shumë, e kuptoj gabimi atëherë, jo se dojmë, po i gjiri, ka në mo. Po sot jam shumë mirë. Mirë se të pjesa e Kovacit, ti a mendon se këta të rinjtë e sotëm nuk e bëjnë këtë zanat, këtë profesion, për shkak se edhe paragjykohen, nuk ta afrojnë vajzat e vllatë, themi drejt. Ja, shiko, se më hapë më betë shumë. Pjesa e... Më hapë, shahen, e vendohen, po më thujet të rështë se së ngellë hadri mu. Shumë, kupton? Po. Shiko, ta janë konceptet të gabura. Një, e dyta, nërasa e vajzë, a ideal, ka dhja shpirtërore, njërzore, jetësore, a i nuk i shkon të gjona. Shkon trajtimin e punës, jetën e vetë, shokun e vetë ose shokjen e vetë, e në punon. Ti do i mere për shembull disa student, ti sjellin tu, ti trajnoje, ti mësoje, t'ja u jepje si zanat. Po. Çfarë kushton të mu? Por këto unë e dije për nderë që po dalin për zatëri. Shteti shqiptari e ka figur dhe ka po mbyllën, e di, edhe ti e di. Po mbyllën s'ka. Pra, shkolla profesionale duhet hap kurs direkt për Kovaç. Si është më e lehtë punosh një hekur apo një person? Që ta bësh njëri, se unë jam i çik i mrapsht. Sot, flasim ditën e sotme. Më kollaj e ke të zbutësh një hekur, ta formosh, apo të zbutësh një njeri ta formosh? Jo, po mendimin tim më mirë zbush një hekur, se një nuk zbutet sot. Njerëzit që kanë ardhur sot nuk zbuten. Nuk zbuten njerëzit. Jo, kurse ky hekur, unë dhe xej këto ne jam çefit ta. E zbut hekurin e punon si duash. Nuk di si ke përgjigja ime, nuk di si ke përgjigje tash, po për mua kështu është. Çfarë do u themi të rinjve të sotëm? Jo, më të rritë duhem për krahë shumë fjalë, siç po flasim bashkë. Të përparoj ky zanat. Jo për mua, unë plaga iga. Për brezat e ardhshme. Unë do të bëj një pyetje ty. Mekanika nga kush ka rrjedh? Mos u zito, kujto. Mekanika nga kush ka ardhur? Nga nevoja. Mirë nevoja, tjetër. Është shumë e thjeshtë. Po se di unë. Nga Çekiçi. Do bësh një valbën, do lëmosh i hekur, nga ke ka ardhur mekanika. Përse ju Kovaçët e bëni këtë pam pam bam. Shumë e thjeshtë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë, unë për shkak do bëj një spatë ose si e parë. Po? Kupton? Ose ana. Por para mendimin që do bëj unë, koha më bosh marrë bëj para mendimin ku ti bie. Me këtë bëhet para mendimi. Po para mendimin ku ti bie, se ziku ti bie, të jap ti unë punë, e bën ti? Ja. Ç'a bën? Jo, të kuptoj. Po tani çdo Kovaç e ka melodinë e vet me gjujt këto 1, 2, 3 herë. Me para mendimin e gjujtjes ku ti biri. Si do formën? Pra në momentin ma bëj dhe një herë, si e bën atë? Po, tani e bëre 3-4 goditje. Pse 3-4 goditje bëm mirë atje? Po i herë, a kupton? Mos i bi panalu, e mora godit, i bi, e lash vet. I bi panalu, i bi. Çdo Kovaç e ka, për shembull, gjithë Kovaçi dy e bëni, por se kush ka goditjet e veta? Ka se kush i tytet e veta, po kjo që thashë realizon për gjithë. Për gjithë, apo jo?
Kovaçë, që e çuqë që kishin. Kjo është paramendimi ku do i bi i vegël, ku do e bëjnë. Se kjo do, po se mendove këtu, ku do i bi, me rakot baje fut, po s'bëhet vegla. E kuptoj, e mendoj këtu e bëre pam pam pam. Po, tu i rase të kuj minutak, dhe e gjuje tje, e në vazhdoj. Edhe një pyetje kam, kush janë veglat kryesore të Kovaçit? Pa, Ajo quhet kjo qëtë furqe. furça. Kështu i ka kam dëgjuar. Po, pastaj shkojmë ke? Ashtë. Të zjapi, ose kurrë si thoi. Qëndrojmë këtu ke kjo një, ajo është furça. Pastaj O gjaku. Oxhaku kjo. Po. Po ndryshe si quhet? Kjo pjesa se Oxhaku. O gjak gabina, o gjaku me gabinë plus. Kjo është gabina e shkrirjes, sa mund ta quajmë. E nxerjes. E nxefjes. Po. Kjo govata me ujë tu. Ajo Për po se nxehen këta, po si ndojnë. që mbaj. Unë nxehen kjo për shembull? Ja, Po. ja. Atë do 2. Pastaj shkojmë ke? Se ku dur, këtu, ha? Po. Po. Kemi furçën, kemi këtë O gjaku i shikiruar me govatë me ujë, i shikiruar me govatë me ujë. Po. Pastaj shkojmë? Ne i themi të zjat. Të Sa i zjat. thon kurrë. Çfarë? Kurrë. Jo kurrë. Kurd. Të zjat e më. Unë të zjat e Po, ti thu të zjat. Të zjat. Po, disa Kovaçi thonë kurd. Pjesa në poshtë e basanë që do të vera në gram që ku jeti atje. Jo thon kurrë. Unë i kam thënë dikuj shumë. Po pse i thon kurrë? Thuaj të zjat. Ky të zjat që po hekin. Të zjat. Të zjat. Emri saktë është të zjat. Të zjat është emri saktë, ata i thonë Po, kurd. po. Po si e ngjitni në kohën e më parë po. të hekurin? Po. Se s'ka pas saldim. Nuk ka pas. Po, si e bani? Si ai punë bel që thashë do ashtu. Do majmë çik gur shtufi, nuk e di e kupton? Po? Ose çik tegull, Po? po tegull mos e të lagët, e të thatë, Po? e shtypi mirë. E pastaj mo gjakun do të jetë qymyre, si thoni joni, Po? do të jetë jo do kudo, do të jetë e zgjedhur shqop që keni joni, që ne skemi. Gështenj, Dru gështenj, Po? ose shkoz. Se shkoz. I merrni këto i fusni atje. Jo, bëjmë qymyri djegim. E bëhet qymyri për atë saj. Po qymyri veç, Po? e pasoj që e futën e ne futi. Atëherë, se po kështu si që Po pastaj si e bëre aty e fute? Arrin shkria, desa arrin shkria për shembull. Po? Si nxjerr shkëndia. Po? Dita kështu si puna aty në Fishek zjarreve. Bravo, Po? I hedh nga i milli. Fat. Mielli kush nga ajo tjervulla që është? Po e teglës ose e shtufit, e Ose e shtufit, po. Njëra nga këto dy. E hedh sipër? Ja hedh, e kthej, po do të jetë shumë i shpejt. Po? Se po uftoh nuk dit. E ne nxjerr. Bafi tra me një dhe. Edhe saldohet. Po. Ai është saldimi i hersh, i djetë. Po. Po do të jetë shumë do shpejtësi të madhe se po të uftoh nuk. Po gradët si matnit atëherë jo? Temperaturën aty. Vetëm anë të sy, me anë menjes. Hanë syret në Po mend. çfarë ndi mashim ne? Vetëm anë sy objektu syri puna që hyrë me memore kështu ne e bëjshim. Po, pastaj si ju bënit atë pjesën e saldonit, e punonit atë... E çoj e formë që ishte ti duhet vetë. S'punë beli, Po, ja ky. Po pastaj me çfarë prefje ti? Se sot kemi ato gura që rrotullohen. Po atëherë me çfarë prefje? Bëjmë me çikiç pas i jepin i lim. Dorë kështu. Po kishe lim atëherë? Po, ka pas një. Ka pas lim. Bile nuk e di e kam tu i lim. Po. Që është lim e vjetër. Që është i pas balla më vetë shkoj. Nuk e përdor më këto, po dam që i po shën vetë. Sa vjet mund të ketë kjo lim? Aja më ke 70 vjet. 100 vjet kjo lim këto. A shput ose e kam saldu. Po, bravo, se kemi mjete të tjera në. Po. Me çfarë profesioni tjetër ti mund ta ndroje Kovaçanën, nëse do ishe i ri sot në... Shiko, unë në shkollë kam qenë shumë i mirë. Jo se jam pishman që kam të zënat. Unë them kam qenë shumë mirë me 9 me 10. Ishte jemi baba, nëna me gjyqja. Ja, nuk do shkoj dhe e la shkollën. Shumë gabim, e ndjej shumë e shpirt gabim. Po ku e ndjej veten më shumë në shkollë? Për shembull, çfarë lëndë kishe qef? Histori, gjeografi. Histori, gjeografi. Dhe nuk e vazhdove, sa klasë bëre? 8 kam po atëherë. 8 klasë. Edhe u vazhdove ke Kovaçi. Po,
pika e parë ka qenë ajo për mua. Isha shumë i ndjeshëm për shkollën, shumë i mirë mësime, edhe i dashur me shokët. Masaj të kalova me bamë dhe mora të njëra. Me qënë se jemi pak këtu se më tregove historinë, nga gjithë të figurat historike, por po marrë të figurat e viteve të fundit, kë mund të bëje, mund të gëdhëntje më kollaj, liderin e opozitës apo liderin e pushtetit, majorancës? Por partitë ke lavi. Kemi dy këto figurat politike, ka mund ta bëje më kollaj si hekurti që ta punoje me hekur? Shiko, po këta dy, nuk e di si më merr ti, nuk e di, po unë do të them shpinën e Mi, po ti nxefish këta dy ti futsh aty, a mund të saldohen si me atë metodën e vjetër? Por mu, mirë, shoku i mirë je, do jesh. Unë do shë më flasë ka pim, po flasit e mija. E djatha dhe mojtë, përzini për jashtë mas punit e tjesë, se të mëk. Duhet ndryshuar koha sistemi e qeveritarëve. Të ik një orë parë, të fillojnë nga zero. Çfarë mund të bëjnë këta të rinj për Shqipërinë? Ta tërë do të ngrenë atjen. Edhe unë po më theti, po se jam vrap zoti. Më thë, vetë du organizim, se s'di të organizoj. Më thë, hajde mas me unë do vi. Do vi vërë me ty, do vi atje. Borë, shi, natë, për jashtë atje. O, lëri do vdekje. Po kështu nuk rëmë, i kam gropët, i kam ashtë. Që ke kështu me pensioni, unë shkoj 15 ditë me pensionin. 15 ditë tjera do jem marrë një orë, fjala pjesës, po marrë, po. Do jem, them ti, më jepi 10.000 lekë, se s'kam. Në kohë jetë tjetëske. Miqtë e emisionit për te traditës me këtë intervistë kaq të këndshme në këtë Kovaçan të zotërisë, edhe me mesazhin e fortë që ai përcolli për të rinjt shqiptarë që të gjithë kudo që janë të bashkohen edhe të ndërtojnë Shqipërinë. Unë ju them miru ta kopshim në emisionin e radhës. Përshëndetje, gjithë mirat. Respekt. Përshëndetje.